Se ato që thete, historia e vërtet është një. S'ka nevojë mashtru. Mirë po me përgatit që ku të shkojnë para prokurorisë, para kamerave, para institucioneve, në vend huj nga kjo periudhë, me të vërtet me qenë ato që thete, edhe përgatitur, edhe mentalisht, edhe psikologjikisht. Do me shumë e vërtet pajtona. A mundet më shbo gjykata speciale? Jo, nuk ka gjasa më shbo. Pse? Se e ka votu kuvendi Kosovës. A mundet me shbo kuvendi Kosovës? Qërë ka fillu proces, kjo e veç proces në barim. Mundet më shballë, edhe mua në lutë dhe më tanë edhe vendimet që si shpallë me dalë pa vlesh me edhe gjykatës speciale. Mu më mërmenja, vendimi më e mirë, se tha apritet. Mu më mërmenja edhe një dhenje e një argumenti shumë të fort, edhe ndaj atyne që kanë votu, edhe ndaj institucionet ndërkombëtare që Kosovën e kanë dënu. Kosova që ka bu një padrejt e madhe, ose qëre sa drejt edhe ndëruar. Unë muna me shkru libra, mundet me shkru kjo. E drejta është anën e Kosovës. E drejta është anën e ushtrisë gjimtarë të Kosovës. E drejta si do të përfundoj procesi? Mune me shkru histori, mune me fol, sa të dojmë. Si mas juve, Bacana, si do të përfundoj? Mirë, po kjo proces do të kryet. E mira, triumfi ma i madhësht. Edhe pse njerëz jenë dënu një farfakti se po qëndrojnë në borg, me vitet të tëra. Mendimi ime është që kjo do të përfundoj shpejti, edhe do të dalin njerëz. Brenda këtij viti? Unë, me të thonë drejtën, kom thonë pak ma herë në interviste ju, kom menduar, mirë po disa procese që kanë ndodhën, e kanë nga dalcu procese. Unë një prej tyre, thëmë, dhe të ma thot inderuari me shumë respekt që nëse kom gabim, jem gjendje mi pranu, jem njës gabojmë, vetë fjala e iniciativa të fundi që ke Tranda Filova, që ke këtu, protestat, e në atë formë e kanë pengue, e vështërsojnë e nga dalsojnë procesin. Po financimin e ka nolë SBA-ja? Jo, nuk e ka nolë se nëse di une pjesën dërmuse, do me thonë pjesën matë madhe të financave financohet nga Parlamenti Evropian, nga Shtetet e Unionit Evropian, mirë po... E qka nëse ja nolë financimin, Byllët shpet e ap aktin e fundit. E kanë po, nuk ka proces që... Procesi ndërprejet vetëm nëse pala ndrën jetë apo këptër. A ka mundësi me ndodhë kjo? Me përfundu mu më mërmenje sa ma shpejt që me dalë pa faj shumë njerës dhe më këthy shpejt, mi këthy Kosovës, mi këthy familjes. Me që për shumë i se dhe jenë reduktu dhe shumë dëshmitara, a dhe me thonë kjo që... Po, ka dhe me thonë që diçka ka liviz, se ka disa dëshmitarë që kanë qenë listë, që akom dëgjuon, pe njerëzve vetë okular, dëshmitarë që kanë pas, thirë jo që i disha unë me emra, me bjemra, se nuk po në institucion, mirë po vetë fjala që e kanë stopuë, e kanë daluë, marrin pyetje të gjithë dëshmitarëve, do të thotë që do ta guti procesin. Dëshmitar thash mbrojtje se ke fjalën apo dëshmitar kundër? Jo, mbrojtje se kam fjalën. Po dëshmitar mbrojtjes ata kanë kërku vetë mbrojtje ka kërku. Në qoftë se kërkon mbrojtje, në qoftë se i ndalon prokuroria. Janë dëmta... Pa shkoj me kamë një pyetje shumë interesante për fund. Nëse prokuroria i ka ndalu, janë dëmta mbrojtjeve, në dëmta prerëve. Në qoftë se i kanë eliminu mbrojtja, atëre shetë të arsime që mu kri procesi ma shumë, ma shpet mu kri, dhe do të vjen, ka mendim pozitiv që kanë mullëshu, është diçka tjetër. Asaj përket Tranda Filovës që ka qenë. Këto proteste që mi bëjnë shtu janë hajgare, po kuptar. Unë ta tregova që në kohën time kemi bo protest kundër rusëve. O, a din që më kanë thënë, edhe Zaweri, edhe ta generalja, po të ju keni pas për krajën e krejt populatës. 60.000 populat e Raovecit, 20.000 kanë qenë ditë e natë, 4 muaj te sa ka fillu bora në prezent. Se ti shikon veç ju që këja, si lepuj me helikoptere, ka një... Normal që ka kontekst tjetër. Tash, une për të regoj, basia ndërkombëtare nuk vepron kundër populatës civile kër i kërkon të drejtët e vete. Se për ndryshe daj ushtarat, NATO, valaj, të banë shtrin lef, mi ka shtri ushtarët, që më konë pijafte, kanë kërsit, sa kim pas armë, i ka shtri për toke edhe më kanë thirë, hajde meri. Unë besoj shumë. Po flitet që, dhe me thonë, një biznismen i njohur, Halit Saite, që ka punu dhe ka vepru edhe në Rusi edhe në Spanjë, ka pas dalë një rast, ka pas dalë e ka një video publike që ka dalë si dëshmitar kundra ish krerëve të ushtrisë gjimtare të Kosovës, konkretisht kundra ish presidenta Hashim Thaçi,
Por tash së fundmi, po fliten që do dalin disa ingjizime dhe përgjime të reja, ku ai përballë avokatit të Hashim Thaçit, Allan Tigerit, e shpjegon edhe faktin se si Jack Smithi, domethënë, gjykatësi Jack Smith apo prokurori Jack Smith e rekruton ato me dëshmur rrejshëm kundër ish-presidentit Hashim Thaçit. Çka mendoni për këtë rast? Që të drejtën personin fjalë nuk kam dëgjuar, po them ndoshta më ka ik. Me qenë hagë edhe mos me dëgju për to. Sinqerisht po them, personalisht nuk kam dëgjuar, si kum përcjell gjitha, mirë po nëse kjo që e the, kjo mundësia e dytë, nëse këto dokumentacione janë ingjizime, janë prova, mbrojtja i ka paralajmëru gazetari Fitim Çeku e kompona në mbrojtja është profesionale, janë avokat shumë dëshmuar, besoj që kjo do shkon favorin, se nëse dëshmon rrejshëm, nëse dëshmon me dokumentacion, me të dhëna dëgjuara. Unë nuk po flas për vetës, veç çka kum lexuar poshtë Facebook të Fitim Çeku. Atëherë çdo njeri e kupton që dëshmit e krejtëve akuzuesi janë trashme. Atëherë besoj që UÇK-ja nuk ka vra asnjë fëmijë 15 vjeçar. Fakt, qofse ka vra, a ke dëgjuar për këtë rast? Ska lunuar asnjë femër. Po e vërtet. Ska vrar asnjë femër. A ke dëgjuar për këtë Halit Saidaj? Po tregoj, s'ka vrar asnjë plak për 80 vjeçar, asnjëri që s'ka qenë gjendje me na drejtu pushkën kundër neve. As lunune nuk ka asnjë femër, nuk ka luftë më të pastër në botë se çfarë që ka bo UÇK-ja. Është luftë e shenjtë. A ke dëgjuar për Halit Saidaj? Nuk është me rëndësi, po unë po të tregoj. Po ja, po më intereson mu. Në qoftë se i kam thënë gjykatës tash, unë atëherë kam qenë për mi mbrojt gjithë edhe ata që kanë qenë spiuna, edhe ata që kanë qenë bashkëpunëtor. Kam menduar që ka pas arsye me YouTube serbist, na ka llomit, na ka vrarë, na ka shkatruar, na ka largu, po kishta pas gabu mas lufte që i kam mbrojt qatë shumë. Kom shku. Pa ke dëgjuar për këtë rast, komandant? Për cilën rast? Për që të... Jo, nuk ka fund, pyetje përfundimtare. Nuk e kam lexuar. Atëherë kjo është një dëshmia tina e rrejshme, domethënë është argument shumë i fortë që janë njerëz, janë tentuar me marr informata të rrejshme, dëshmitë të rrejshme, dëshmia e rrejshme sanksionohet edhe me ligj për palën tjetër, edhe shkon ujin mullirin e njerëzve që janë të akuzuar pa drejt, rrethona domethënë pa sqaruara edhe me dëshmitar të rrejshëm, kështu që do të shkon nonën e njerëzve Hashim Thaçit edhe a din që akuza sa kom dëgjuar tash. Po se jemi minutat e fundit. Akuzat e serbëve të Kosovës kundër UÇK-s nuk ka 20-30. A 350 akuza shpionave shqiptar që ka bot gatshme akuzat gjykata ushtarake Serbisë që ka bo udba serbe, shpionat kanë shku i kanë marrë gatshme dhe i kanë ndërzu në emër të vetë i kanë ndërzu shqiptar, shpionat shqiptar. I kam të fotografi 20-30 akuza nuk janë serbe. Po, është temë shumë interesante, po jemi minutat e fundit, i kam disë një që ka dalë që me dëshmu kundër tash, a 350 kur janë... Regjia, nëse ka mundësi, fotën e parë, po, nëse ka mundësi...